Trajneri i Shqipërisë Silvinje ka publikuar listën me lojtarë që do të jenë të grumbulluar për 2 ndeshjet kualifikuese të botrorit kundër Serbisë dhe Letonisë. Në listën me 27 futbollistë bie në sy Risia që është portier Mario Dajsinani. Gardiani Ignatia së bashku me Nasser Ali janë 2 lojtarët e vetëm nga kampionati shqiptar. Nuk mungojnë as rikthime siç është ai Mario Mita, i cili ka kaluar dëmtimin e tij. Në sulm nuk ka surpriza ku janë ftuar emra si Arber Hoxha, Mirlin Daku, Armando Broja, Ernest Muçi, Rejmana, Mirtu Uzuni dhe Yasir Hasani. Në konferencën për shtyp trajneri kombëtar Silvinje i bëri thirrje lojtarëve që ka grumbulluar për ndeshjet kualifikuese të Kupës së Botës, se këto dy sfida do të jenë të veçanta për të gjithë ata, veçanërisht ndeshja kundër Serbisë. Concentriamo sulla prima, Serbia, io sono assolutamente d'accordo anche, non è una partita normale. Jam dakord me atë që thua, janë 2 ndeshje të dyja të vështira edhe me dy kundërshtar skuadra fizikisht shumë të mira që do të na duhet të shpenzojmë shumë energji, por do duhet të punojmë mirë për këto të dyja sfida. Mesazhi që i vjen lojtarëve është që un kam nevojë për të 27 prej tyre edhe duhet fokusohemi tek puna për këto 2 ndeshje, specifikisht tek ndeshja e parë që e kuptoj, është një ndeshje pak më specifike, më e veçantë, e njoh historinë, por ne duhet fokusohemi tek loja jon, tek futbolli që dim të bëjmë dhe ta bëjmë mirë atë. Ne jemi një skuadër që futemi me zemër edhe me shpirt në fushë edhe kemi theksin tek identiteti jon, të kemi një identitet tonin si skuadër, të futemi në fushë për të luajtur futbollin që ne dim. Janë ndeshje të vështira, po aty duhet fokusohemi që të bëjmë punë më të mirë.